i kanë shqiptarët gjërat, dhe prandaj po merren masa. Domethënë është e krejtë e kundërta në fakt, mendoj që ka një koordinim të mirë, qoftë edhe me presion ndoshta nga amerikanët që për vendosjen e të gjithë infrastrukturës, e cila do të garantojë sigurinë ndaj çfarëdo lloj akti agresor të Iranit apo të spin-offeve të celulave të lidhura me Iranin dhe Shqipërisë. Qartë. Mirë, nga ana tjetër, Ruel, Mbretëria e Bashkuar ka konfirmuar gjithashtu se forcat e saj ajrore kanë ndërhyrë gjatë natës duke rrëzuar disa dronë të lëshuar nga Irani. Mendon se ndoshta ky është fillimi i një përfshirje më të gjerë ushtarake pra të aleatëve kundër Iranit? Jo, nuk mendoj që është fillimi, sepse Bashkimi Evropian, vendet e Bashkimit Evropian, Britania tha që jashtë BE-s, po Britania dhe vendet e Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë me veprimet e tyre që nuk duhen të bëjnë pjesë e luftës. Dhe po të vëmë re pak deklaratat. Kemi deklaratë presidentit Macron që flet për mundësinë e largimit të SBA-s nga NATO dhe nevojës që Evropa ka për të lidhur marrëdhënie me Kinën, me Rusinë në rast se ose për krijuar një aleancë të vetë në rast se SBA-ja i largohet për shkak të mospërfshirjes së Evropës në luftën e Iranit. Kemi hezitimin e qëndësishëm aty, domethënë të kryeministrit britanik Keir Starmer për ta përfshirë Britaninë e Madhe në luftë me Iranin, domethënë me zi dha aprovimi që bazat britanike të përdoreshin për avionat amerikan, me zi. Nga ana tjetër kemi domethënë një rol, mendoj unë, thellësisht neutral të Gjermanisë apo të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, çka ka bërë që presidenti Trump të thojë që NATO është një tigër letre, që SBA-ja do ta mbajë mend mos përfshirjen e vendeve të Evropës në këtë koalicion për hapjen e ngushëllisjes së Hormuzit. Ka raportime, unë e kam lexuar dhe ke CBS News, por dhe ke media të tjera që flasin për diskutime që po zhvillohen brenda administratës Trump për mundësinë e largimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO. Domethënë vetë Evropa e sheh jo të mirë ose jo të nevojshme përfshirjen e vet në këtë luftë me Iranin, që unë mendoj që është një gabim strategjik i madh i Evropës, sepse është më mirë që ti të përfshihesh në këtë konflikt dhe të rrezikosh bazat e tua, sesa të mos përfshihesh në konflikt dhe të japësh një farë mënyrë shkakun ose arsyen palës amerikane për të dalë nga NATO, e cila do të shkaktonte pasiguri afatgjatë për vendet e Evropës. Domethënë është më mirë që ti të vuash të pasigurinë afatshkurtër nga Irani, sesa të rish të presësh dhe Amerika të largohet nga NATO për shkak të faktit që ti nuk përfshihesh si aleat dhe ti pastaj të vuash pasiguri gjatë gjithë jetës tënde, jo më nga Irani, por nga Rusia, nga Kina dhe nga një sër faktorësh të tjerë. Kështu që unë mendoj që është një gabim strategjik i Evropës që nuk po qëndron Amerikës krah në këtë moment kaq të rëndësishëm. Ruel, nëse do të kemi një incident të vetëm, mendon se situata mund të dalë jashtë kontrollit? Në shkuptim incident të vetëm. Atëherë, nëse do të kemi ndoshta një gabim qoftë nga ana e Izraelit apo qoftë nga ana e Iranit, mendon se i gjithë ky konflikt mund të përhapet dhe mund të krijojë një përshkallëzim të mëtejshëm pra në ditën të vijim edhe ndoshta nuk do të kemi as edhe një marrëveshje? Që konflikti është përshkallëzuar. Domethënë konflikti tani ka prekur është Irani, është Izraeli, janë bazat amerikane në vendet e Gjirit, janë vetë vendet e Gjirit, pra Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani, Bahreini, Kuvaiti, Arabia Saudite, dhe kemi dhe Libanin, sepse Izraeli ka nisur operacionet në terren kundër Hezbollahut, kërkon që atë që ka bërë me Hamasin në Gaza ta bëjë me Hezbollahun në Libanin Jugor. Pra ky është qartësisht një konflikt rajonal tani më. Nuk bëhet fjalë më për një konflikt midis një apo dy vendesh, është një konflikt rajonal. Ajo çka realisht mund të bëj një përshkallëzim vërtet të madh të konfliktit do ishte në rast se kemi qoftë një përfshirje të drejtë për drejtë të Rusisë apo Kinës në luftë, që nuk pritet të ndodhë, sepse Rusia dhe Kina po bëjnë, pra Kina po mbështet ekonomikisht Iranin, ndërkohë që Rusia flitet që inteligjenca ruse po asiston atë iraniane në identifikimin e dronëve amerikan. Kaq. Po nuk ka një përfshirje të drejtë për drejtë të Rusisë në luftë. Ndërkohë, tjetra gjë që mund ta kthejë në luftë globale do ishte në rast se Irani ndërmerr hap konkret për sulm në një vendi të NATO-s, pra një sulm nga Garda Revolucionare e Iranit
ose nga shteti i Iranit drejt një vendi të NATO-s. Kjo, të paktën nga parashikimi im, gjithmonë duke supozuar që do të invokohet artikulli 5 i NATO-s, kjo do ta çonte NATO në luftë drejt për drejt me Iranin dhe ajo pastaj mund të marrë përmasat ndoshta edhe të një lufte globale. Kështu që këto janë të vetmet skenare që mund ta çojnë këtë ta bëjnë këto konflikte rajonale, ta bëjnë një konflikt global dhe kemi parë ndoshta edhe mënyra që mund ta interpretosh këtë konflikt si një konflikt i cili po shkon drejt konfliktit global, sepse ne kemi 2-3 raketa të interceptuara mbi hapësirën ajrore turke. Por shumë imagjino sikur një prej atyre raketave të Iranit të bien në Turqi, të godasin një objektiv në mënyrë të suksesshme në Turqi. Turqia është vend antar i NATO-s. Çfarë ndodh atëherë? Pra, është qartësisht një konflikt i cili mund të marrë përmasa globale. Në rast se përfshihet NATO, e quaj, mendoj që është jo e pamundur, por është nuk besoj që do të shkojmë deri aty, por është po prap një skenar. Qartë. Mirë, Roel, për ta mbyllur, ndërkaq, kush mendon se do tërhiqet i pari pra nga ky konflikt dhe nga ana tjetër, cilat do të jenë edhe kostot që do të ndërmarrë përsipër? Që është vështirë të parashikosh një konflikt të tillë, dhe varet pastaj edhe si e përkufizojmë fjalën tërheqje, sepse për shembull po të shohim luftat amerikane në Afganistan dhe në Irak. Në Afganistan për shembull, nga qeveria e talibanëve ra shumë shpejt, domethënë brenda një muaj të hyrjes amerikanëve me trupa, ra qeveria e talibanëve, u vendos një qeveri demokratike atje në Afganistan, filluan të bëshin zgjedhje, gratë filluan të merrnin pjesë në jetën sociale të vendit dhe Amerika pushtoi Irakun dhe domethënë nga viti 2011 ishte qartësisht e dukshme që Amerika nuk i mbante dot të dyja këto zona lufte të ndezura dhe talibanët nisën ofensivën e tyre në vitin 2011. Dhe filluan të ngrinin krye për të rimarrë pushtetin në Afganistan, dhe edhe pse ata ishin mposhtur në vitin 2001, në vitin 2020, mbas marrëveshjes, pra u bë një marrëveshje për largimin e amerikanëve, dhe në vitin 2021 talibanët erdhën prapë në pushtet me ato largimin e turpshëm gjatë administratës Biden, ku vranë dhe 14 ushtarë amerikanë. Pra, edhe pse në dukje qeveria talibanëve u dorëzua parë dhe Afganistani islamik kapitulloi, ata u rikthyen sërish në pushtet. Po ashtu edhe me Irakun, Saddam Husseini u kap, u varet etj, u vendosi qeveri tjetër atje, por tani është një vend praktikisht destabilizuar. Shiko, Grisela, amerikanët, unë mendoj që nëse çojnë trupa, fitojnë çdo luftë. Edhe unë mendoj që ne po shkojmë drejt atij skenari, sepse është kuptuar tani më që kjo luftë nuk fitohet dot pa boots on the ground, pa çizme në terren. E qartë. Presidenti Trump ka dashur që kjo mos të ndodhë, sepse ka zgjedhje në nëntor në Amerikë, dhe në Amerikë ka shumë njerëz të paditur fatkeqësisht që votojnë kryesisht republikanë, votojnë Partinë Republikane dhe kanë këtë ide idioteske që Amerika nuk do të përfshihet në lufta nëpër botë etj, të rri larg luftën se kështu mendojnë ata. Ndërkohë që bota nuk funksionon ashtu dhe luftat nuk fitohen dot ashtu. Pra lufta nuk fitohet dot me bombardime nga ajri, se edhe Irani ka kapacitetet e veta. Lufta do fitohet në momentin kur SBA të hyjnë me trupa në Iran. Pra, ajo që unë dua të them për të përgjigjur pyetjes tënde është kjo. Në rast se SBA hyn me trupa në Iran, SBA e fiton luftën dhe regjimi i Iranit kapitullon. Vjen një regjim tjetër, ka destabilitet mbas atij regjimi tjetër. A do të ketë një rebelim të këtyre islamikëve, të ajatollave, të mullave, 5-6 vite mbasi amerikanët kanë marrë pushtetin në Iran. Kjo është tjetër muhabet, por regjimi i Iranit bie me trup me boots on the ground. Ndërkohë pa boots on the ground, vetëm me bombardime, vijojmë të ngelemi në atë që strategët e quajnë the fog of war, pra mjegulla e luftës, pra nuk dim ku jemi, çfarë po bëhet. Amerikanët thonë po fitojmë ne, iranianët thonë po fitojmë ne, por nuk ka asnjë hap konkret në terren që ta tregojë cila palë po fiton apo jo. E qartë. Mirë, Roel, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Kënaqësia për mua. Faleminderit. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me tjera tema. Deri atëherë, mirupafshim.